ndërkohë i la Miloševićit apo Beogradit ka skaduar dje. Në këto 10 ditë është bërë shumë pak për të mos thënë asgjë. Nuk ka patur vrasje masive, por prania e policisë është po ajo. Jeta është e paralizuar. Delegacioni sërb i bisedimeve është konsideruar një zëri si qesharak. Rugova e ka refuzuar atë dhe ka propozuar ngritjen e një grupi këshillues pranë tij, grup me përbërje në aspektin politik dhe jo politik në shoqëria civile kosovare, i cili do të hartojë strategjinë e negociatave të pritshme. Ndërkaq, ministri i jashtëmbrojtjes Primakov dhe më pas ata gjerman dhe francez Kingel dhe Vedrin kanë qenë gjatë kësaj jave në Beograd dhe deri tani ka ende pak progres. Mendohet se Miloševići do të përdridhet si në rastin e Bosnjës, deri minutën e fundit, kur ta kuptoi se diplomacia mund t'i lërë vendin ndërhyrjes ushtarake. Megjithatë, edhe kjo situatë ku nuk ndodh asgjë është shumë delikate. Në rast se Miloševići nuk do të vazhdojë të vrasë në Drenicë, janë ende shumë të kufizuara shanset për ndërhyrje militare. Mbeten pra vetëm sanksionet ekonomike. Besoj se në këtë nivel do të diskutohet edhe në Bonn gjatë javës së ardhshme, ku ne do të jemi të pranishëm dhe ku do të na lejohet gjithashtu të paraqesim propozimet tona. Për sa më përket mua si kryeministër i kësaj qeverie të koalicionit, mbetemi në ato që kemi deklaruar. Dënimi i ashpër i dhunës shtetërore të Serbisë, thirrje për bisedime serioze, deklarim për mosndryshim kufish në kuadrin e parimeve të Helsinkit dhe trajtimin e problemit Kosovës tashmë si republikat e tjera ish jugosllave me aspekte plotësuese të modeleve europiane. Ndërkohë, Bashkia Ndërkombëtare paraqitet në unison me pjesën dërmuese të analizës që i bëhet çështjes shqiptare, por jo vetëm kaq. Ka një unitet mendimi qoftë në perëndim ashtu dhe në lindje sa i takon edhe statusit të ardhshëm të Kosovës. Ky status tashmë nuk shihet jashtë kufive të ish Jugosllavisë. Ky është eventualisht dhe kufiri që u vihet kërkesave dhe aspektativave shqiptare në Prishtinë apo në Tiranë. Gjithë kemi dëgjuar të flitet për autonominë të zgjeruar të Kosovës. I kanë kërkuar bashkëbiseduesve të mi perëndimor të sqarojnë se ç'nën kuptojnë me këtë status nga pikpamja administrative dhe sigurisht politike. Megjithatë, ajo që mbetet një herë mirë e përcaktuar është formula zgjidhje maksimale brenda kornisës së ish Jugosllavisë. Brenda këtij përkufizimi ka një numër zgjidhjesh, të cilat duhet ta pranojmë do të jenë realisht më të avancuara nga statusi i diskriminuar që gëzon sot Kosova edhe në trajtimin e sensibilitetit ndërkombëtar si një xhep i Serbisë. Pra në rast se e pranojmë, këtë formulë na lejohet të shohim brenda mureve të kësaj federate ku ka edhe zgjidhje të tjera të ngjashme me autonominë e zgjeruar. Dua të them se u kërkova negociatorëve të ndryshëm përfshirë dhe zotin Geremek dje, që në leximin që ata i bëjnë hartës së sotme dhe të ardhme të ish Jugosllavisë, të referohen të gjithë së bashku edhe variantit montenegrin, pra malazez, e pse jo edhe atij të serbëve të Republikës së Serbëve të Bosnjës. Asnjëri nuk na ka dhënë deri sot përgjigje negative edhe për këtë referencë. Në Bonn, sigurisht, këtë pikpamje do ta riartikuloj edhe në emrin tuaj në nivele të tjera më të larta. Personalisht i mbetem ide se cilido që të jetë statusi që do t'i akordohet Kosovës, ai do duhet të parashikonte respektim të identitetit nacional konform jo vetëm standardeve që ish Jugosllavia aplikon për popujt dhe qytetarët e tjerë, por dhe një legalizim të institucioneve politike, administrative, arsimore, kulturore, të medias dhe atyre fetare. Për respekt i vullnetit popullatës shqiptare atje, i shprehur në formë zgjedhjesh parlamentare, presidenciale apo lokale, duhet përfundimisht të shërbejë si bazë për legalizimin ndërkombëtar, njohjen dhe ngritjen e institucioneve demokratike të nesërme. Sidoqoftë, unë ftoj gjithë anëtarët e qeverisë që përderisa jemi në prag të fillimit negociatave serioze për të ardhmen e gjysmës së kombit shqiptar, të shprehen me përgjegjësi natyrisht dhe me atë veatarizëm që na çon në Europën e re. Dua të theksoj se kërkesat maksimaliste të cilat edhe zoti Rugova është i detyruar t'i artikuloj dhe unë i kuptoj, mund ta vërtetësonin arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe paqësore për Kosovën. Si përfundim dua të theksoj se Shqipëria në këtë situatë është në fokus të perëndimit. Duke vulgarizuar apo thjeshtëzuar më tej problemin, duhet kujtoj se tentativat dhe metoda jonë për forcimin e institucioneve dhe drejtimin që po u japim jo vetëm sektorëve të sigurimit, por në përgjithësi institucioneve tona të reaktivizuara në mund, janë nën monitorim, nën mbikëqyrje të perëndimit të organizatave europiane dhe transatlantike. Në takimet me profesues të shteteve dhe organizmeve aleate,
Jam përpjekur dhe në emrin tuaj të hedh idenë se në fundit nuk do të ketë paqe në rajon pa një ekuilibër politik dhe ekonomik, forcash, shtetesh dhe kondesh. Agresiviteti dhe forca abuzuese e ish shtetit jugosllav e përdorur në Bosnjë dhe tashmë në Kosovë e ka burimin administrimin me dorë të hekur që ky shtet u i bëri ekonomisë dhe institucioneve të veta gjatë 50 vjetëve të fundit. Ndërkohë ne shqiptarët nuk arritëm të ngrinim një shtet të fortë i cili do t'i rezistonte edhe ndërrimit sistemeve edhe pushteteve politike. Sado që të lodhur dhe të vazhduar nga Bosnja dhe sanksionet pasuese, serbët akoma e kanë të vajisur makinën e luftës. Me pak fjalë duhet të them se në përgjithësi forcimi i Shqipërisë do të luante padyshim rol stabilizues në Ballkan, duke ekuilibruar dhe neutralizuar tendencat nacionaliste apo luftnxitëse të të tjerëve. Kjo qeveri po i shërben në plan afatmesëm dhe afatgjatë këtij qëllimi, por unë do të kërkoj që situata, si kjo që po kalojnë, të na bëjnë të shohim më mirë dobësitë që ende hasim në krahasim me tjerët, duke na inkurajuar të shërojmë më shpejt plagët që si kemi marrë në asnjë luftë, por që përkundrazi në shumë raste ja kemi shkaktuar vetes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë dhe pas tyre edhe qeveritë europiane e kanë thithur dhe mbështetur këtë ide. Mbetet vetëm që ne të tregojmë se kemi vullnetin dhe dëshirën për të ndryshuar vetveten, për të ndërtuar shtetin në dobi të kombit. Presidenti i Republikës së Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, ritheksoi sot në konferencën e rregullt të shtypit gatishmërinë për të marrë pjesë në bisedimet me Beogradin në nivelin më të lartë, duke e vlerësuar si të domosdoshëm ndërmjetësimin ndërkombëtar të bisedimeve. Me këtë rast, presidenti Rugova bëri ditur se ka caktuar ekipin që do të përfaqësojë Kosovën në këto bisedime. Emrat nuk i shpalli, por paralajmëroi se këtë do ta bëjë së shpejti. Në këtë konferencë shtypi, presidenti Rugova në mënyrë të veçantë vlerësoi zgjedhjet e 22 marsit, duke cilësuar ato si një moment i rëndësishëm në konsolidimin e Kosovës. Porosi të tjera me telefon nga Prishtina njofton Ramadan Muçolli. Në fillim të konferencës për gazetar, presidenti i Republikës, dr. Ibrahim Rugova, ftoi të gjithë qytetarët të Kosovës me të drejtë vote që të dalin në zgjedhjet parlamentare presidenciale që do të mbahen të dielën. Ai theksoi se këto zgjedhje janë momenti më i rëndësishëm për konsolidimin e Republikës së Kosovës e përforcimin e legjitimitetit të udhëheqjes së saj dhe shprehje për caktimin të popullit të Kosovës për liri, pavarësi e demokraci. Në vazhdim, presidenti Rugova njoftoi për gjendjen në Kosovë, sidomos në Drenicë, dhe për angazhimin e faktorëve ndërkombëtar për tejkalimin e gjendjes ekzistuese e për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ai theksoi se gjendja në fshatrat e Drenicës që po mbahen të rrethuara të kërcënuara është shumë e rëndë dhe kërkoi tërheqjen e menjëhershme të forcave serbe. Zoti Rugova dënoi intervenimin brutal të policisë serbe në Pej, ku u vra Qerim Ukmoriqi e u plagosën disa qytetarë të tjerë, ngushëlloi familjen e të ndjerit Moriqi dhe kërkoi vetëpërmbajtjen e qytetarëve në manifestimet paqësorë kundër dhunës. Presidenti i Republikës çmoi përpjekjet e bashkisë ndërkombëtare për ndërprerjen e dhunës e masakrave në Kosovë. Ai përshëndeti angazhimin e presidentit Clinton, sekretares Albright e ambasadorit Gelbart, si dhe Kongresin Amerikan për miratimin e rezolutës për Kosovën. Gjithashtu, ai përshëndeti edhe angazhimin e ministrit britanik Cook dhe të ministrave të Gjermanisë e të Francës Kinke Levedrit. Zoti Rugova përsëriti qëndrimin e udhëheqjes së Kosovës për bisedimet përgatitura mirë që do të bëhen me ndërmjetësimin e palës ndërkombëtare. Ndërmjetësimi ndërkombëtar nuk është parakusht, por mjet i domosdoshëm për dialog të suksesshëm, u shpreh ai. Me këtë rast, dr. Ibrahim Rugova tha se përbërja e ekipit të Kosovës për bisedime me ekipin e Miloševićit do të shpallet javën e ardhshme. Ai falenderoi në fund përfaqësuesit e medias për pasqyrimin e gjendjes aktuale në Kosovë. Drenica vazhdon të jetë mbërthyer nga forcat e pushtuesit serb. Broja, Lausha, Prekazi dhe Skënderaj janë vënë në rrethim të hekur të okupatorit. Gjendje më e rëndë është në Broj, ku më së 100 gra dhe fëmijë po mbahen pengje. Snajperët serb vazhdojnë të qellojnë mbi çdo kalim të rasti, njoftohet për mungesa serioze të ushqimeve dhe ilaçeve. Sot në Bruksel, në kohën kur po mbahej takimi i funksionarëve të lartë të 6 vendeve të grupit të kontaktit për të analizuar gjendjen në Kosovë, përpara se ministrat e jashtëm të mblidhen në Bonn më 25 mars, Mërgata shqiptare në Belgjik doli në një tubim spontan përpara ndërtesës së Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Ndonse kjo protestë nuk ishte paralajmëruar, në sheshin Schuman kishin dalë sot qindra shqiptar nga vise të ndryshme të Belgjikës.
Ata mbanin lart në duar flamurin kombëtar, atë belg dhe të Bashkimit Evropian, si dhe pankarta në mbështetje të Drenicës dhe Kosovës. Me që takimi funksionarëve të lartë të vendeve anëtare të grupit të kontaktit u bë në selinë e misionit britanik, manifestuesit u ndalën për pak çaste pranë kësaj selie për të vazhduar më pas tubimin e protestës edhe pranë selisë së NATO-s. Njoftohet se një delegacion i protestës në përbërje Gani Azemi dhe Ismail Bytyçi u pritën në emër të Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian nga përfaqësuesi i misionit britanik, të cilit ju prezantuan kërkesat e ligjshme të shqiptarëve të Kosovës. Manifestimi i Unionit Pavarur Studentor Shqiptar Kosova Drenica, ndalimi i dhunës dhe gjakderdhjes nga pushteti serb, këto ishin në qendër të kërkesave të manifestuesve. Sot në orën 17 në sheshin Skënderbej u zhvillua manifestimi i organizuar nga Unioni Pavarur Studentor Shqiptar. Ndalimi i dhunës në Kosovë e Drenicë ishin në thirrjet e të rinjve manifestues, të cilët mbanin në duar flamuj e pankarta. Thirrjet jetën e japim, Kosovën se japim, liri pavarësi, UÇK, shoqëruan manifestuesit nga sheshi Skënderbej dhe përgjatë gjithë bulevardit. Mëtej manifestuesit shkuan para ambasadës amerikane. Roft demokracia amerikane, Amerik ndaloni slobodarnin, we are with you, shpreheshin manifestuesit. Jo autonomi, por pavarësi, mos përsëritet Bosnia në Kosovë, dëshira për të krijuar një union mbarkombëtar të studentëve shqiptar u shprehën në fund të manifestimit, i cili u shpërnda qetësisht. Në shumë vende të ndryshme të botës, shqiptarët po organizojnë grumbullime fondesh për të ndihmuar familjet që janë nënshtruar represionit serb. Në Slovaki, shqiptarët me banim atje përveç anës morale dhanë edhe një ndihmë të çmuar ekonomike prej 300.000 markash gjermane. Në këtë gjendje të vështirë, shqiptarët po tregojnë edhe një herë kudo se kanë lidhjen e fortë midis tyre. Presidenti i Republikës Recep Mejdani priti sot delegacionin e kryesuar nga kryetari i Radhës, Organizatës së Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian, Bronislav Geremek, në një takim ku pati një shkëmbim të gjerë mendimesh për zgjerimin e aktivitetit të Organizatës së Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian nëpërmjet mekanizmave të saj në rajon. Presidenti Mejdani shpreu mirënjohjen për kontributin e OSBE-s në Shqipëri. Presidenti i Republikës kërkoi praninë sa më të shpejtë të OSBE-s edhe të institucioneve të tjera ndërkombëtare në Kosovë, edhe mbështeti plotësisht misionin e Filipe Gonzalesit, të dërguarit të posaçëm të OSBE-s, Bashkimit Evropian dhe të grupit kontaktit për një zgjidhje afatgjatë të krizës në Jugosllavi. Zhvillimet e fundit në Kosovë dhe presidenti Mejdani dëshmojnë nevojën për vendosje të një ekuilibri të ri afatgjatë, mbështetur në vullnetin për të zbatuar të gjitha konventat dhe kartat ndërkombëtare. Shqipëria, vazhdoi presidenti Mejdani, ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë zgjidhjen nëpërmjet dialogut dhe së bashku me ministrin Geremek shpreh nevojën për domosdoshmërinë e ndërmjetësimit ndërkombëtar për vendosjen e besimit reciprok midis palëve për respektimin e plotë të drejtave të shqiptarëve të Kosovës. Zoti Geremek shtoi se problemi i shqiptarëve të Kosovës nuk mund të trajtohet thjesht si çështje minoriteti, por as si kërkesë për pavarësi kombëtare. Kryetari i Radhës i OSBE-s, duke mbështetur qëndrimin e presidentit Mejdani për një zgjidhje realiste perspektive të problemit të Kosovës, u shpreh në favor të qëndrimeve që gradualisht do të krijonin kushtet për një zgjidhje afatgjatë të këtij problemi në kuadër të Federatës Jugoslave. Pas takimeve të dieshme dhe të sotme, kryetari i Radhës OSBE-s Bronislav Geremek dhe ministri i punëve të jashtme Pascal Milo dhanë një konferencë të përbashkët për shtyp. Kryetari i Radhës së OSBE-s tha se qëllimi i vizitës së tij ishte të parashtronte programin për Kosovën. Këndvështrimi i kësaj organizate vlerëson rolin e qeverisë shqiptare si tepër të rëndësishëm për stabilitetin në rajon dhe se të gjitha partitë shqiptare duhet të bashkëpunojnë ngushtë për programin e OSBE-s. Zoti Geremek u shpreh se Republika Federative e Jugosllavisë ka nevojë për një kuadër ndërkombëtar për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Ndryshe, do të gjendet në situatë tepër të rrezikshme. Ndërmjetës, OSBE ka zgjedhur zotin Felipe Gonzales, i cili ka dhe mbështetjen e grupit të kontaktit. Mandati i Gonzalesit shtrihet edhe për çështjen e demokratizimit, të drejtave të njerëzit dhe për fshirjen e Republikës Federative të Jugosllavisë në OSBE. Geremek sqaroi se do të respektohen kufijtë e kësaj republike. Për Kosovën, Geremek tha se ka të drejtën e autonomisë dhe vetëqeverisjes. Ai shpreson që misioni i Gonzalesit të pranohet nga Miloševiqi. Të mërkurën mblidhet në Bonn grupi i kontaktit dhe kryetari i Radhës së OSBE-s vërejti se Miloševiqi duhet të hedhë hapin e parë para kësaj mbledhje. Mund të niset me marrëveshjen Milošević-Rugova, sidoqoftë çështja thelbësore mbetet dialogu politik. Gjithashtu, Bronislav Geremek pret një shkëndijë të nisjes së dialogut nga vizita që po bëjnë në Beograd ministrat e jashtëm të Francës e Gjermanisë. Kryetari i Radhës së OSBE-s
ritheksoi se pala e tretë është e domosdoshme për dialogun mes serbëve dhe kosovarëve. Ai falenderoi qeverinë shqiptare për qëndrimin e moderuar, njohu problemet e saj, por kërkoi që të vazhdohet ngritja e institucioneve dhe krijimi i stabilitetit të brendshëm, i cili reflektohet edhe në rajon. Ministri i Jashtëm bëri të ditur se u diskutua me zotin Geremek për ndihmesën e OSBE-s në Shqipëri dhe zgjerimin e kësaj organizate tek ne. Por kryesisht u fol për qëndrimin ndaj konfliktit në Kosovë. Milo vlerësoi rolin e kësaj organizate në Shqipëri dhe tha se janë njësuar pikat e konfliktit në jetën shqiptare e u diskutua si mund të shuhen këto konflikte. Lidhur me çështjen e Kosovës, ministri i Jashtëm tha se mirëpret vlerësimin për politikën e moderuar shqiptare, por kërkoi që kjo politikë të shihet e lidhur me efektshmërinë e zgjidhjes së konfliktit në Kosovë. Zoti Pascal Milo kërkoi të mos devijohet nga rekomandimet e grupit të kontaktit dhe siguroi se qeveria shqiptare do të vazhdojë të ketë këtë linjë me kusht që të mos qëndrojë dekor në konfliktin ballkanik. Çështja e Kosovës zuri vend themelor sot në takimin që presidenti i Republikës Recep Mejdani pati me përfaqësues të forumit të intelektualëve të pavarur. Duke përmbledhur kontributin e këtij forumi për të dijeshmen, të tashmen dhe të ardhmen e çështjes shqiptare, pjesëmarrësit në takim nënvizuan faktin se zgjidhja e çështjes kombëtare shqiptare sot ka aleat të mëdhenj si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera të fuqishme të Evropës. Duke konstatuar që vizioni intelektual i paraprim vizionit politik, mjaft prej pjesëmarrësve u shprehen se vetëm pavarësia e Kosovës do të jap fund padrejtësive historike dhe do të sjellë një paqe të vërtetë në Ballkan. Gjithashtu pjesëmarrësit shtruan nevojën e unifikimit të qëndrimeve në Shqipëri dhe Kosovë për sa u përket etapave dhe finalizimit të çështjes së Kosovës. Presidenti Mejdani në fjalën dhe ndërhyrjen e tij çmoi kontributin e këtij forumi, si dhe i ftoi intelektualët që të luftojnë në mënyrë aktive për të evituar atë që ai e quajti ndotje shpirtërore në mjediset e caktuara të shoqërisë shqiptare, nëpërmjet zhvillimeve të vlerave të qytetërimit bashkëkohor në gërshetim me vlerat më të mira të traditës kombëtare. Do të vazhdojmë me informacionet tona në mbledhjen e sotme të qeverisë. Është vazhduar me shqyrtimin e disa projekt ligjeve dhe projekt vendimeve ku paketa e privatizimit ka zënë vendin qendror. Privatizimi dhe procedurat e privatizimit të paketave të aksioneve të shoqërive tregtare, privatizimi i ndërmarrjeve që nuk mund të transformohen, privatizimi i pjesëve të kapitalit të zotëruara nga shteti në shoqëritë me kapital të përbashkët e të tjerë kanë qenë disa nga projekt vendimet të shqyrtuara. Gjithashtu, u shqyrtuan edhe projekt vendimet për miratimin e strategjisë së zhvillimit të reformës në administratën publike, si dhe për disa masa tranzitore në formimin profesional të nëpunësve. Pas këtij informacioni të përgatitur në mbledhje me qeverisë nga gazetarja Jon Elda Prenda, do të vazhdojmë me informacione të tjera. U kthye sot në dhe delegacioni parlamentar i kryesuar nga kryetari i kryesisë së Kuvendit Popullor Skënder Gjinushi. Delegacioni u prit në aeroport nga personalitete dhe përfaqësues të ambasadës së Turqisë në Shqipëri. Një kronik më të zgjeruar për këtë aktivitet do të ndiqni në ditët që pasojnë. Në një nga mjediset e Akademisë së Shkencave, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, ekspert për kushtetutën, diskutuan mbi pushtetin legjislativ për kushtetutën e re të Shqipërisë. Ekspert konstitucionalist zhvilluan grupet e diskutimit të fokusuar për të analizuar çështjen mbi pushtetin legjislativ. Këto grupe të fokusuara janë një ndër komponentët e një programi të gjithanshëm aktivitetesh për të stimuluar debatet dhe diskutimet e publikut për kushtetutën. Çështje të tilla se si duhet të zgjidh kushtetuta e re e Shqipërisë strukturën e parlamentit me 1 apo 2 dhoma deputetësh, numri, përbërja dhe organizimi i brendshëm i parlamentit, përcaktimi i afateve dhe e drejta iniciativës legjislative, procedurat për hartimin e ligjeve, organizimi dhe shpallja e referendumit, procedurat e aprovimit dhe amendimit të kushtetutës, sovraniteti, ishin instruksionet e prezantuara nga moderatorët në diskutim. Të gjitha rezultatet e grupeve të diskutimit të fokusuar do të përfshihen në një raport i cili do të paraqitet në Komisionin Parlamentar për hartimin e projekt kushtetutës. Sot paradite në Ministrinë e Punëve të Jashtme u zhvillua mbledhja e tretë përgatitore para takimit të dytë të Komisionit Përbashkët Bashkimi Evropian Shqipëri. Marrëdhëniet e deritanishme të vendit tonë me Bashkimin Evropian në kuadrin e marrëveshjes për tregtim dhe
zgjerimi dhe ngritja në një nivel më të lartë të këtyre marrëdhënieve do të jenë në qendër të këtij takimi që do të zhvillohet më 23 dhe 24 mars në kryeqytet. Presidenti Mejdani bashkëbisedon me biznesmen në Panairin pranver 98, kronike e përgatitur nga Bashkim Hoxha. Ndërsa vizitorët vazhdojnë në ritualin e tyre të zakonshëm për biznesmenët, Panairi pranver 98 ka shumë fishuar kontaktet dhe ka regjistruar kontratat e para. Do ta vizitonte sot masdite Panairin dhe presidenti i Republikës Recep Mejdani. Urimin e parë ai do ta përcillte përmes Alp Turizmit shqiptar, ku rezervohen bukuritë e relievit shqiptar. Pastaj ai gati do t'i takonte të gjithë biznesmenët e pranishëm në Panairin pranver 98. Interesimi i president Mejdani ishte veçarisht për numrin e të punësuarve dhe mundësitë e përpunimin të lëndës së parë në vend. Do të dialogonte gjatë për këto me përfaqësuesit e kompanisë shqiptare Deka, fabrikën e qumshit Tajka dhe kompani të tjera të industrisë agro-ushqimore. Me përfaqësuesin e kompanisë egyptiane Huawei, presidenti përveç arkitekturës së ndërtimit do të interesohej edhe për koston e tyre për blesin shqiptar. Ndërsa te kompania e njohur austriake Rigips, presidenti Mejdani do të përsërishte ftesën për mundësitë e investimit të tyre në Shqipëri. Mbase kjo përbën edhe i leitmotivin e vizitës së presidentit Mejdani në Panairin pranver 98 edhe për të gjithë biznesmenët e tjerë të pranishëm në ta. Telekomi Durrësit vazhdon punën për plotësimin e kërkesave të abonentëve durrsak dhe për të siguruar lidhjen ndërkombëtare. Problem mbetet lidhja telefonike me komunat e Durrësit. Në Telekomin e Durrësit kanë filluar me kohë funksionimin pajisjet e reja të lidhjes ndërkombëtare me kablo optike që lidhin Dubrovnikun me Durrësin dhe Korfuzin. Shumë shpejt pritet të fillojë funksionimi i linjës Durrës-Bari duke realizuar linjën transballkanike. Dhe kështu janë 15.000 linja ndërkombëtare që paraprigatisin shtesa dhe në linjat urbane brenda vendit. Telekomi i Durrësit është pikënyje që lidh Tiranën me linjën ndërkombëtare dhe veriun e Shqipërisë me jugun. Po për abonentët durrsak, si po punohet për plotësimin e kërkesave të tyre? Gjatë kësaj periudhe që po diskutojmë, nga nëntori deri më sot, ne kemi shtu 2 module, ka mundësi qose më, dhe dje kemi përfunduar instalimin e modulit 3 për çdo qytetare numër të telefonit. Ndërkohë po përgatitim për shtrim dhe një modul tjetër, për cilin kërkohen disa materiale dhe është dhe fjala që do të zgjidhet. Dhe shtot kapaciteti për rreth 1200-1300 linje të reja. Kemi instaluar dhe nga nëntori deri sot për rreth 1400 abonentë. Problem mbetet lidhja e Durrësit me komunat, e cila është menduar të zgjidhet në anë të sistemit radio relé. Ndërkohë që perspektiva e zgjidhjes së kërkesave për numra telefonik në Durrës është menduar të bëhet me vendosjen e një centrali të ri me kapacitet 16.000 numra. U zhvillua ceremonia për shpalljen dëshmorja të dheut ushtarakut Nureddin Gurçe rënë në krye të detyrës. Në brigadën e trupave komando të Zallherit u zhvillua ceremonia për shpalljen dëshmorja të dheut të kapitenit të parë Nureddin Gurçe, që një vit më parë ra në krye të detyrës. Pas rreshtimit të efektivit të brigadës ku bën shpallja dëshmorja të dheut, u bën homazh dhe vendosën kurora me lule tek lapidari që përjetëson qendresën heroike të Nureddin Gurçes. A i la këtu 29 pranvera shprehet me emocion ema, por nderimit që i bëhet djalit tim, ma lehtëson sa do pak dhimbjen. Të pranishmit vizituan pastaj dhomën muze kushtuar jetës dhe qendresës heroike të tij. Në veprimtaritë e zhvilluar me këtë rast merrin pjesë edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, General Brigade Alex Andoni, deputeti i zonës dhe sekretari i shtetit për pushtetin lokal Lush Përpali, prefekti i Tiranës Makbule Çeço si dhe pjesëtar e të afërm të familjes së dëshmorit. Prokuratura është zgjidhur të 22 marsit edhe
le soupçonne même de connivence avec la Serbie pour sa politique pacifiste. Rugova, débordé par les partisans de la lutte armée et de l'indépendance, ne peut que réagir au récent massacre serbe. Il devient le porte-parole de l'indépendance et sans doute sans illusion sur le poids des Albanais face aux intérêts de Bruxelles et de Washington, qui redoutent une nouvelle guerre des Balkans quitte à sacrifier leur... Zotë Arif për këngën dhe bashkojmë dhe ne me mesazhin që ajo përcjell duke shpresuar që populli i Kosovës të fitojë sa më shpejt lirinë dhe të drejtat të cilat ai ka humbur. E pra të nderuar teleshikues, ishte ky emisionin që ne kishim përgatitur sot për ju, duke shpresuar që ju të jeni kënaqur me shoqërinë tonë dhe të keni pëlqyer surprizat të cilat me të vërtetë ishin të shumta gjatë këtij emisioni. Unë falenderoj edhe një herë të ftuarit tan sot. Gjithashtu ju rikujtoj edhe një herë adresën e emisionit tonë. Pra ju mund të na shkruani Televizioni Shqiptar, emisioni me shqiptarët të përbot, Rruga Ismail Qemali, numër 11, Tiranë. Do t'i mirëpresim si gjithmonë letrat tuaja. Atëherë ju kujtoj edhe një herë takimin tonë mbas 2 javësh ditën e shtu në orën 18:50. Nga Ulona, natë e mirë të gjithëve. Regjimit serb një sinjal të kthimit prapa nga procesi i integrimit pas suksesit marrëveshjes së Daytonit drejt izolimit të mëtejm nga ana e bashkisë ndërkombëtare. Rubin pasi ritheksoi se fuqitë e mëdha janë pajtuar me tekstin e rezolutës, ai tha se ajo ka filluar të qarkullojë si dokument dhe për vendet e tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe ne shpresojmë se do të miratohet nga fundi i kësaj jave. Për miratimin e rezolutës duhet të votojnë të gjitha vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, 5 të përhershme dhe 10 rotative. Ndonë se ende nuk dihet se si do të votojë Rusia, e cila me drejtë të vetës mund të stopojë rezolutën. Kina në anën tjetër, pas kundërshtimit të deklaratës së Këshillit të Sigurimit, duke e konsideruar Kosovën si një çështje të brendshme të një shteti, për cilin përfaqësuesi i saj paraqiti argumentin se nuk duhet debaton të organi ekzekutiv i cili popullit të vuajtur Kosovës do t'i sigurojë një qetësi, një progres, një kthim ka e mara dhe mbi të gjitha po e theksoj një afrim më të madhe në mes nesh në Kosovë. Në këtë aspekt urime. Zgjedhjet e sotme kanë një rëndësi të veçantë sepse përvojnë disa rrethana dhe kushte të cilat popullit shqiptar i duhen zgjedhjet dhe i duhet një unitet shumë i madh sa i përket parlamentit dhe konstituimit të tij këtu, ai duhet të bëhet, mendoj, dhe këto zgjedhje duhet të jenë të plot fuqishme, sepse në këto zgjedhje e para bëhet legitimiteti dhe afirmimi si i kryeitarit ashtu dhe i shtetit tonë si shteti pavarur dhe sovran. Po mendoj se në këtë mënyrë populli e vërteton edhe një herë se është përcaktuar për pavarësi, për shtetësi, edhe ju uroj që këto zgjedhje të jenë vendimtare edhe të konstituojnë gjitha organet shtetërore të cilat i takojnë shtetit të Kosovës. Do të thonë zgjedhjet e sotme parlamentare dhe presidenciale në Kosovë? Një hap përpara për popullin shqiptar të Kosovës dhe një hap përpara për Evropë. Kjo do të thotë se nuk do të zgjidhet problemi definitivisht i çështjes së Kosovës, mirë po do të zgjidhet njerëz të cilët do të na përfaqësojnë sa më parë dhe sa më shpejt zgjedhjes të Kosovës. Ne kemi drejt të votojmë. Ta zgjedhim presidentin tonë, pra Ibrahim Rugovën. Duhet jenë shumë të favorshme për popullin shqiptar, i cili ka të drejtë të zgjedh presidentin dhe parlamentin e Kosovës. Sot populli shqiptar i Kosovës, i kësaj toke të shenjtë, shpreh vullnetin e vet përballë tytave, përballë masakrës, përballë rënimit të fshatrave, përballë gjendosjes nga një shovenizëm barbar, slav, serb. Sot populli shqiptar, nena, motra, nuse, vajza të ri,
dalin me ballin lart për të shpreh vullnetin e lirë që Kosova jonë, heroike dhe martire, të jetë e lirë, e pavarur, krenare. Jem i sigurt se parlamenti së shpejti do të mblidhet e do të kryej misionin e saj të shenjtë. Është një sjellje zgjedhore e Prishtinës, zona e 7 Bregu Djellit. Vend votimi numër 2, deri më tani shkon në rregull votimi, kanë votuar rreth 70% të popullsisë, do të votojnë 3400. Gjithashtu kanë shprehur dëshirë që të votojnë edhe studentët që banojnë në këto lagje. Vetëm për kryetarin e Kosovës. Në këtë trup të cili po e përcjell këto votime, janë të përfaqësuar të gjitha partitë si motra të gjitha partitë parlamentare. Unë jam përfaqësuesi i Partisë Shqiptare Demokristane, quhem Zef Shala. Zgjedhjet po shkojnë ashtu siç janë parapar, megjithatë po shoh se ka sukses edhe më të madh se ai që është parapar deri tash. Ne, si tha edhe zona kryetare, mbi 70% faktikisht me shifra mbi 2300 kandidues që kanë votuar gjë me tani, në evidencë kemi dikun ka 3500. Andaj shpresojmë që këto zgjedhje do të kryhen edhe para afatit ashtu siç janë parapar. Prezantoj vajzën nga Roveci të quajtur Lendita Cena, e cila, siç e shihni, ma një shkop kemën e pamundur të djathtë, po megjithatë më lëv fort shpirti edhe zemre që të kryej detyrën e shenjtë për të dhënë votën për Republikën e Kosovës. Zgjedhjet I kemi organizuar në mënyrë masive. Populli I Kosovës sot voton për Parlamentin e Kosovës dhe për Presidentin e Republikës. Mendoj që do të kryejë me sukses. Pas votimit do të konstituohet me siguri edhe organe legjitime, ku vendi do të zgjedhë ndërkohë kështu është një moment historik që Kosova do të ketë organet e veta legjitime. Ju jeni nga Drenica, keni votuar në Prishtinë. Po, unë shumë e rëndësinë e zgjedhjeve dhe shumë kam dëshirë që kam pas mundësi të marr pjesë, edhe pse ajo zonë është në shtet rrethim, domethënë është e bllokuar, megjithatë me mundësitë më të mëdha ju mundu që të marr pjesë në këto zgjedhje dhe I kam të kaluar pra të gjitha mundësitë edhe shtet rrethimin për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Njëherët edhe I gjithë populli I Drenicës, edhe pse nuk ka pas mundësi të marrë pjesë në këto zgjedhje, ju uron zgjedhjet presidenciale. Unë mendoj se këto zgjedhje kanë një rëndësi të veçantë, se me këto do të legitimitohen udhëheqja legjitime e Kosovës në të ardhmen, edhe do të konstruohet parlamenti legjitim I Kosovës. Ka një rëndësi të posaçme për pavarësinë e Kosovës dhe për gjithë popullin shqiptar të Kosovës. Çka pretim nga këto zgjedhje? Nga këto zgjedhje pres edhe një deklarim politik të popullit shqiptar për pavarësi, por pres edhe bashkëtarimin e gjitha organeve shtetërore të Republikës së Kosovës. Zdonë që me aktin e daljes në zgjedhje, unë përmbush obligimin të qytetar që të jam zgjedhës I përfaqësuesve të asaj vije politike të cilën e përkrahune, në fakt e vije shtetërore të cilën e përkrahune, kjo është vija për pavarësimin e Kosovës. Për ata unë jam shumë I kënaqur se pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e popullatës ka dalë në këto zgjedhje, që do të thotë se përkrah kursin e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Rekrutuja të. Ke morë të djetë e ke bokët? Mendoj që është obligimi të gjithë të dalë që të dalin në zgjedhje dhe të kryejnë këtë detyrë të shejt, të mos lejojnë tërqarje në këto reforma posaçërisht të vështira, ta kryejmë këtë obligim i cili na mundson jetë të ardhmen më të mirë. Zgjedhjet e 22 marsit janë verifikim i pavarësisë së Kosovës dhe çdo qytetar i cili sot voton e ka një obligim kombëtar dhe obligim ligjor për këto votime. Mendoj se këto votime dërgojnë vetëm së drejti për pavarësinë dhe i vojë të gjithëve që të dalin në zgjedhje. Të gjitha partitë kanë pasur obligim që të dalin, por nuk do të thosë çdo parti në çdo shtet evropian dhe botëror, partia nëse mendon mos me dal, ka vetë mos me dal. Qëllimi parë nuk kanë qartë. Qëllime të mira. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kemi duke votuar në njësinë zgjedhore numër 9, zona numër 2 në Prishtinë. Deri me tash mund të themi se kanë votuar parafërsisht 65%. Numri i zgjedhësve është shumë i madh, ashtu që po shihet edhe nga kjo të llovi që po duket pranë ekranit. Kjo njësi zgjedhore ka 1750 zgjedhës, që do thotë deri tash, parafërsisht 65% kanë votuar. Jam Vedi Tjereva, antar i Partisë Liberale të Kosovës, përndryshe në cilësinë e antarit të zgjedhjeve. Deri tash për tash kemi votuar, votimet janë shumë të shkuar në rregull, nuk kemi pas kurfar problemi, votuesit janë jashtëzakonisht të ndërgjegjshëm, i kryejnë obligimin e vet që kanë moral dhe shtetëror. Deri tash si antar i partisë nuk kemi vrejtje as në komision as në zgjedhje. Unë jam antar i Partisë Demokracione Pashka Boshi. Çdo gjë ka qenë në rregull. Mirë, deri tash s'ka pas problem asgjë. Në vend votimi numër 9 dhe numër 3 kanë votuar edhe pjesëtarë të Kombësisë Serbe, siç janë Verica Mirković, Berisha, Lubinka Shiuk, Jelislavka Janković. Kanë musliman, Emin Mëxhuani edhe të tjerë. Unë votova sot. Ju jeni pjesëtar i Kombësisë Rome. Po. Për çfarë votuat? Për kënë votuat? Për Ibrahim Rugova, normal. Ka tjetër. Pozdravljam ovaj dan, današnji, znači dan održavanja. Fillimisht, duhet të them se ne kemi mbështetur zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Kosovë. Mogu da kažem da smo mi veoma zadovoljni da je došlo do održavanja kosovskih. Ne shprehim kënaqësinë tonë për zhvillimin e zgjedhjeve të dyta në Kosovë. Regularni. Stranka SDA, kao što vam je poznato, i Ato për ne janë të rregullta. On je podržao sam. Partia Aksioni Demokratik dhe populli bosnjak kanë mbështetur vendimin për organizimin e zgjedhjeve dhe kjo dëshmohet me pjesëmarrjen tonë. I svoje učešće, najavila svoje učešće znači za izbore. Stranka SDA je pozvala svoje Ne kemi bërthirje simpatizantëve të partisë sonë dhe popullit bosnjak që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për kandidatët e tyre. SDA je imala svojih 9 predloženih kandidata na deponovanoj listi. Partia Aksioni Demokratik ka konkuruar në këto zgjedhje me 9 kandidatë. Një nga këta kandidatë është në listën e përbashkët me Lidhjen Demokratike të Kosovës në Pej. U Peći.
tako da od ukupnog tog broja mi očekujemo... Ne presim që Partia Aksioni Demokratik të jetë përfaqësuar në legjislaturën e re të kuvendit me 4 deri 5 deputet. Znači sa svojih 4 do 5 članova. Mi očekujemo da odmah nakon... Međutim, presim konstituimin e menjëhershëm të kuvendit dhe zgjedhjen e organeve të tij. Samim tim do izbora njegovih organa. Zotë profesor, si e shmoni dalin masive të popullit të Kosovës në zgjedhjet e sotme përkundër rrethana shumë të vështira që ekzistojnë në Kosovë, sidomos në granicë? Marrja masive në votimet e sotme tregon se populli shqiptar i Kosovës është i vetëdijshëm se çfarë rëndësie kanë këto votime. Në këto votime populli ynë në Kosovë konfirmon vëndimin e tij politik për jetësimin e shtetit pavarur për Kosovën në Republikë. Ai me këtë mënyrë tregon se është në rrugën e paqes për të ngritur pavarësinë dhe të drejtën e vetëvëmosjes. Megjithëse janë bërë disa ftesa që për disa individëve që këto zgjedhjet shtyhen mos marren sot dhe ftojnë antarësinë e tyre disa parti, disa liderë të partive që mos dalin votime, prap më duket se kjo nuk ka qenë e nevojshme dhe prap populli e din se ku është rruga e drejtë e cila shpjen drejt pavarësisë ti dhe sot janë mbush gjitha vendvotimet me votues që është në orët e para të mëngjesit. Mendoj se kjo është një shprehje vetdijes kombëtare e vullnetit fort për të mirë këtë rrugë dhe për të mbrojtur qëllimin që Kosova të jetë një shtet i lirë, i pavarur dhe demokratik. A jeni të bindur se pas këtyre zgjedhjeve, me në fund do të konstituohet Parlamenti i Republikës Kosovës dhe do të zgjedhen organet shtetërore? Këto zgjedhje bëhen për Parlamentin e ri dhe Parlamenti i ri nuk duhet ta njeh rrugën e Parlamentit vjetër, i cili nuk është mbledhur, s'ka pas mundësi të mbledhet, por duhet bëjë çmos që të konstituohet dhe të marrë mbledhjet e rregullta, megjithëse tash kushtet i kemi siç dihet të okupimit të Kosovës, por megjithatë, meqense i bojmajmë votimet, atëri majmë për një jetë politike të organizuar, cilën duhet ta udhëheqë dhe ta drejtoj Parlamenti i ri i Kosovës. Ne kemi dashur dhe vazhdimisht kemi insistuar të mbajmë zgjedhjet që nga 96 dhe kemi pasur arsye për këtë. Dhe jo vetëm këtë, kemi insistuar për të konstituuar Parlamentin e Kosovës që nga 92 për të manifestuar edhe një herë fuqishëm vullnetin politik të popullit të shfaqur me referendum për pavarësi, po kjo nuk u bë. Ne edhe tani parimisht jemi për zgjedhje sigurisht dhe do të duaj të insistonim, mirë po të paktën të pritej gjersa të mbaronte lufta në Drenicë. Këte do të duaj të bënim. Sigurisht, në qoftë se do të kishim me gjithmend çështjen e ndërtimit, mbarimit të ndërtimit të institucioneve shtetërore në Kosovë, formimin e parlamentit të ri, konstituimin e tij, ku presidenti do të jepte betimin dhe emrimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Sigurisht, mbajtja e zgjedhjeve pikrisht sot bart me vete rrezikun që përfaqësuesit legjitim të popullit shqiptar, të cilët kanë mandatin e popullit për të përfaqësuar këtë popull në bisedimet, në negociatat, jo bisedimet, por negociatat, në dialogun e arshëm shqiptaro-serbe, ata janë presidenti i Republikës së Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, Parlamenti i Kosovës i dalë nga zgjedhjet e 92-shit dhe qeveria e Republikës së Kosovës me kryeministrin në krye, doktor Bujar Bukoshin, do të mund të ndodhte të humbnin legjitimitetin e tyre për shkak të situatës së luftës, kur sipas vlerësimit tim të lirë, thuaja 1/3 e elektoratit do të mund të mos delte në votime. Unë nuk do të doja që të na ndodh kjo. Unë shpresoj se ndarja e subjektit politik shqiptar nuk do të reflektohet në një ndarje tragjike të popullit shqiptar. Sim à 32 ans.
Chez lui, au Kosovo, il était paysan. Mais il a tout perdu en fuyant les attaques de la police serbe dans la région de Drenica. Réfugié en Suisse, il témoigne sous le couvert de l'anonymat. Je suis venu en Suisse parce que le 28 février, la police serbe a commencé sa campagne de terreur. Le lendemain, des renforts de l'armée et de la police sont arrivés de Mitrovica. Pendant cette campagne, 11 personnes d'une même famille ont été massacrées. Nous avons échappé au massacre parce que je suis sorti de la maison avec les enfants et nous nous sommes enfuis dans la forêt. La nuit, on avait peur parce que la police balayait les environs avec des projecteurs. Il fallait bien se cacher. J'ai essayé de rentrer chez moi, mais depuis la montagne, j'ai vu 3 cordons de police et l'armée. Il y avait aussi des snipers qui tiraient sur les enfants. Certains enfants ont même été égorgés. C'était un vrai massacre. La population civile était sans armes, sans protection. Après 5 jours passés à se terrer dans la forêt, Bessim trouve refuge chez sa tante dans un village voisin. C'est elle qui organise son départ pour la Suisse. 3200 francs pour les passeurs, une voiture, et c'est le long voyage qui commence. La Hongrie d'abord, puis la Slovénie, l'Italie et enfin Genève. À Genève, c'est le périple administratif qui débute. La première audition au centre pour requérants d'asile a lieu le jeudi qui suit son arrivée. Le lendemain, Berne lui attribue un canton de résidence, ce sera Genève. Est-ce que vous avez pu prendre contact avec la famille qui est restée là-bas? Non, je n'ai plus de contact avec ma famille. Elle est bloquée là-bas, encerclée par des snipers. Bessim devra maintenant attendre de longs mois avant de savoir s'il peut ou non rester en Suisse, mais ses chances sont maigres car aujourd'hui, fuir parce qu'on a peur n'est pas une raison suffisante pour obtenir l'asile. Alors, on l'a entendu, les réfugiés parlent de massacres sur place. Monsieur Chatry, je rappelle que vous êtes ministre de l'Information du gouvernement en exil, non reconnu donc par Belgrade. Vous réclamez l'indépendance aujourd'hui. Belgrade ne veut rien entendre de cette revendication. Il n'y a pas d'issue finalement à ce combat? Oui, certainement qu'il y a une issue. Je pense que la communauté internationale doit intervenir afin qu'on ne voit pas en Europe un autre exemple de tout ce qui s'est passé en Bosnie. Donc il faut que la Kosovo soit mise sous la protection des Nations Unies, qu'un gouvernement mixte soit créé, composé par les Albanais, par les Serbes, etc. Et qu'ensuite, dans 6 mois ou dans une année, d'organiser un référendum où la population de la Kosovo va décider de son sort. Et cela aboutirait à l'indépendance, selon vous, du Kosovo? Vous savez, après tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il a fait la Serbie, donc le régime serbe en Kosovo, je ne vois pas un seul Albanais qui puisse accepter de vivre ni sous la Serbie ni avec la Serbie. Mais vous dites... il faut une procédure démocratique, consulter, il faut une intervention de la communauté internationale, mais finalement on voit bien que la communauté internationale d'une part est divisée et n'est pas pressée de voler au secours du Kosovo. On l'a vu encore récemment avec les faibles sanctions prises par le groupe de contact sur l'ex-Yougoslavie. Nous sommes donc déterminés vraiment de suivre la voie pacifique, de boycotter totalement tout ce qui appartient à la Serbie, donc la police, l'administration, etc. Et puis, si la communauté internationale n'intervient pas, si la Serbie continue donc de commettre des massacres, ce qu'elle a fait donc ces derniers temps, en tuant à peu près 90 personnes, parmi eux une trentaine de femmes et des enfants, alors certainement qu'il y aura des Albanais qui vont plus accepter donc de cesser la situation. N'oublions pas, Monsieur Chatry, qu'il y a une minorité serbe au Kosovo, qui vit au Kosovo, quelques 200 000 personnes, qui parlent eux aussi d'exactions qu'ils subiraient de la majorité albanaise. Je propose l'histoire d'une famille, la famille Belic, qui habite à 30 km de Pristina, la capitale. La famille Belic a dû fuir son village, le village qu'il habitait. C'est un reportage qui a été réalisé sur place par nos collègues de la DRS et qui a été adapté par Mireille Kalam. Personne n'habite plus ici. Chaque jour, Milan vient faire un tour, accompagné par un policier si possible. Son cousin a été abattu au début de cette année, pendant la nuit alors qu'il se rendait aux toilettes. Il travaillait pour l'administration communale. Il avait grandi ici, au temps où ce village était encore entièrement habité par des Serbes. Ceux qui font ça, ce sont des terroristes.
tiré sur mon cousin dans sa propre cour, chez lui, devant sa porte. Après, ils ont continué à tirer pour chasser tout le monde d'ici. Une attaque à la grenade. Elle visait la maison d'un policier. Le tir a manqué sa cible, mais le policier et sa famille sont partis. Les Delitzsch n'osent plus rentrer dans la ferme familiale que 2 jours, pour nourrir les animaux et pour préparer le départ. Parce que leur maison aussi a été la cible de tir. C'était il y a 10 jours. Et depuis, ils n'osent plus passer la nuit ici. Milan Delitzsch est à bout de nerfs. Sa femme et lui ont déjà perdu 2 de leurs fils. Et maintenant qu'on a pris leur maison pour cible, eux aussi ont pris la décision de partir. Ils vivront d'une petite pension, 250 dinars, l'équivalent de 60 francs suisses. Demain, après-demain peut-être, ils viendront ramasser leurs affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas emporter notre maison avec nous. Nous avons vécu et investi ici pendant 27 ans et maintenant on doit partir. Ils ont abattu nos voisins. Si on restait, ça serait nous. Les Balić sont des Serbes du Kosovo. Mais eux aussi, ils paient le prix de la politique nationaliste de ces dirigeants qui considèrent le Kosovo comme une terre serbe. Le Kosovo peuplé à 90% d'Albanais. Monsieur Chatry, il y a des victimes des 2 côtés de cette situation? Moi, je pense que la population serbe en Kosovo est victimisée par le régime serbe aussi bien, donc parce que cette population a été manipulée. Moi, je ne sais pas comment cette population est menacée, tout simplement parce que dans cette région de la Kosovo centrale qui s'appelle Drenica, le pourcentage des populations est 99,9% en faveur des Albanais. Donc, dans la région de Drenica? Oui, tout à fait. Il y a très, très, très peu de Serbes. Depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 350 Albanais qui ont été tués et il n'y a que 2 Serbes qui ont été tués. Moi, je regrette beaucoup, on n'est pas ici pour compter les victimes, je regrette beaucoup pour ces Serbes, mais je pense que les Albanais ils n'ont rien du tout, ils n'ont ni la police, ni l'administration, ni rien du tout. Donc, il y a une pratique d'apartheid qui s'applique en Kosovo dans tous les domaines de la vie. Alors on va voir précisément, messieurs, quelle solution. On l'a dit, Belgrade considère que le Kosovo fait partie intégrante de son territoire, qu'il s'agit d'une question intérieure par conséquent. Dans 2 jours, le groupe de contact sur l'ex-Yougoslavie doit se réunir à Bonn, mais Belgrade n'entend pas céder aux pressions. Abraham Ziziadis. Voici le seul geste officiel des autorités de Belgrade, l'envoi de médiateurs yougoslaves à Pristina. C'est à prendre ou à laisser, expliquent les Serbes, face au refus des Albanais de négocier dans ces conditions. Jusqu'ici, Slobodan Milosevic refuse poliment les exigences européennes et américaines. Pour lui, le Kosovo est une affaire intérieure yougoslave. Pas question d'accepter une ingérence extérieure, dit-il. Il écarte donc l'offre de médiation de l'ex-premier ministre espagnol, Felipe González. En fait, les Serbes ne craignent aucune des sanctions envisagées par les Européens et surtout pas un embargo sur les armes, alors qu'ils sont précisément des producteurs dans ce domaine. Belgrade compte dans ce dossier sur le soutien sans faille de Moscou, les Russes estimant même que les pressions doivent s'exercer sur les Albanais pour qu'ils négocient l'autonomie et pas sur les Serbes. Les dirigeants yougoslaves n'entendent accepter aucune proposition qui irait dans le sens d'une sécession du Kosovo. Et ils pensent peut-être que le temps joue pour eux et que personne, ni à Bruxelles, ni à Washington, ne souhaite une nouvelle guerre balkanique. Monsieur Roy, est-ce que vous croyez à une intervention de la communauté internationale évoquée tout à l'heure par Monsieur Chatry et une consultation du peuple du Kosovo? Je crois que l'intervention, elle est là, mais elle doit se faire forte. Et à mon avis, il faut redemander le statut d'autonomie qui existait. Il ne s'agit pas de négocier un statut d'autonomie, il s'agit de le rétablir dans un premier temps, ensuite de rétablir toutes les libertés civiles et civiques, et ensuite on verra si des partis de la Kosovo demandent l'indépendance, quel processus peut être entamé. Mais c'est un deuxième temps, il faut revenir à l'autonomie et aux libertés démocratiques qui sont bafouées systématiquement par 10% des gens contre 90% des gens. Donc, première étape, on parle d'autonomie et pas d'indépendance. Vous êtes d'accord, Monsieur Chatry? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, tout simplement parce que les Slovènes, les Croates, les Bosniaques et les Macédoniens
qui font partie de la famille slave, donc n'ont pas pu vivre avec les Serbes. Pourquoi nous, les Albanais, qu'on n'a rien à voir avec les Serbes, ni dans l'aspect historique, linguistique ou culturel, pourquoi nous forcer à vivre avec les Serbies? Et d'autre part, j'aimerais mentionner ici un autre fait, que s'il y a un conflit qui éclate en Kosovo, certainement ce ne sera pas un conflit isolé comme c'était le cas en Bosnie, mais il y aura plusieurs pays qui vont se mêler directement dans 20 ou dans 30 minutes, notamment la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro, etc., parce qu'il y a des Albanais qui habitent là. De la nécessité de régler ce conflit, mais on comprend que vous parlez d'indépendance et pas d'autonomie. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Voilà pour cette page Kosovo. Encore une nouvelle Suisse. Flavio Cotti a rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel, à Munich en cette fin d'après-midi. Rencontre prévue de longue date, mais qui intervient une semaine après la douche froide des bilatérales. Les Allemands, qui étaient les alliés de la Suisse dans ces négociations, ont cette fois-ci changé de camp, s'opposent désormais aux taxes proposé par Berne. Sur place, à Munich, André Beau. Les relations sont plutôt glaciales entre la Suisse et l'Allemagne, et le temps qui... Le Kosovo appartient historiquement à la Serbie, pas question d'y toucher. C'est d'ailleurs en jouant sur le sentiment nationaliste de la minorité serbe du Kosovo que Milosevic a assis son pouvoir. Le Kosovo a été oublié il y a 2 ans à Dayton, mais la majorité albanaise, elle, n'oublie rien. Aujourd'hui, plus question d'autonomie, mais d'indépendance. La bombe à retardement a explosé. Alors nous allons parler de cette situation explosive au Kosovo avec nos invités. Monsieur Xaver Chatri, vous êtes ministre de l'Information du gouvernement provisoire du Kosovo. Et Monsieur Claude Roy, vous êtes professeur à l'IED de Genève. Messieurs, bonsoir et merci de nous aider à y voir un peu plus clair dans ce dossier. Monsieur Roy, finalement ce conflit du Kosovo était un conflit totalement prévisible. On a envie de vous poser une question très simple. Pourquoi n'a-t-on rien fait alors qu'il était temps, peut-être, il y a 2 ans? Je crois que le film l'a dit, c'est qu'à Dayton, il fallait régler le problème de la Bosnie. Or, à ce moment-là, le Kosovo, disons, se tenait relativement tranquille par au fond, une autocensure, si on peut dire, puisque le statut d'autonomie qui avait été donné par Tito en 89 en 79 a été levé en 89 et que la répression a commencé tout de suite, mais pour des raisons qui sont propres, et M. Chatri peut-être l'expliquera mieux, propres aux Albanais ou de la Kosovo, ils se sont tenus tranquilles, alors que c'est sûr que s'il y avait eu un foyer insurrectionnel à ce moment-là, ils auraient peut-être été inclus dans la négociation. Donc c'est aussi du fait que la Kosovo, relativement, n'était pas vraiment en effervescence aussi forte que la Bosnie. Donc c'est finalement une politique à très court terme. On s'est dit, dans le fond, il y a ce problème du Kosovo qui était connu de tout le monde, mais il n'y avait pas révolte ouverte. Donc politique à court terme. Je crois que c'était essentiellement ça, et on l'a dit, il fallait régler le problème de la Bosnie. On s'occuperait peut-être après de la Kosovo. C'était certainement une erreur, mais dans les circonstances de la Bosnie, je pense que peut-être on ne pouvait pas faire autrement. Le problème maintenant, c'est de régler bien le problème qui existe maintenant à Kosovo. On va parler tout à l'heure des solutions possibles. Monsieur Chatri, on dit la situation était relativement calme au Kosovo, aussi parce qu'il y avait une politique de résistance pacifique. Alors, est-ce à dire que cette politique a échoué, que dans le fond, seule la révolte armée peut mener à quelque chose? Alors, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça nous montre que la communauté internationale est prête d'accepter quelque chose qu'on peut arriver avec la force. Je vous rappelle que la République serbe n'a jamais existé et que c'est un résultat donc d'une guerre civile, d'une terrible guerre, d'une agression contre un peuple innocent, des viols et d'atrocités que l'histoire de l'humanité n'a pas jamais connues, donc a été reconnue comme une entité à part entière donc, en Bosnie-Herzégovine, avec un espoir qu'un jour ça va se rattacher à la Serbie, et d'autre part que la Kosovo, depuis l'Antiquité, a existé. Donc, était abandonné tout simplement parce que les Albanais n'ont pas voulu faire de la guerre. Tout simplement parce que les Albanais, ils étaient tout à fait conscients que chaque guerre, de toute façon, ça se termine devant une table de négociation. Monsieur Chatri, vous êtes en train de nous dire que vous revendiquez votre territoire. Je précise tout de suite
que nous n'avons pas de représentants de la partie serbe. Malgré notre invitation, l'Institut serbe de Lausanne n'a pas souhaité participer à cette émission, de même que les représentants en poste à Genève du gouvernement de Belgrade, précisément parce que vous participiez à cette émission.